Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni role çokolate me kajsi. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire ju nevojiten këto prodhime: për pandispanj, 3 lug kakao, 5 vezë, 125 gram sheqer pluhur, për kremin e bardhë, 450 ml shtalp, 100 gram çokoladë për gatim. Për kremin e çokolatës, 1 deri në 2 gota konjak, 300 ml shtalp, 350 gram çokoladë për gatim. Për zbukurim, 100 gram kajsi nga kompostoja, 1 kivi, 150 gram marmalat kajsie. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 60 minuta. Fillojmë me përgatitjen e kremit të çokolatës. Në tenxhere në zjarr hedhim 300 ml shtalp. Shtojmë konjakun. Pas 3 minutash, heqim tenxherën nga zjarri. Coptojmë 350 gram çokoladë për gatim dhe shtojmë në tenxhere. Përziejmë me lug, derisa të shkrihet çokolata. Fillojmë me përgatitjen e pandispanjës. Thyejmë vezët dhe i ndajmë të bardhat nga të verdhat. Të bardhat i hedhim në një enë të thellë, ndërsa të verdhat në një enë anash. Nenën për përzierje shtojmë gjysmën e sheqerit pluhur. I rahim me mikser derisa të shkrihet sheqeri. Me mikser rahim të bardhat e vezës. Në enë shtojmë sheqerin pluhur të mbetur. Në enë me të bardhat e rahura shtojmë të verdhat e rahura. Në përkuvojës, në enë hedhim kakaon. Përziejmë me lug. Brumin e derdhim në tavë në të cilën kemi shtruar letër. Tavën e vëmë në furrë. Pjekim 15 minuta në temperaturë 180 gradë. E nxjerrim tavën nga furra. Fillojmë me përgatitjen e kremit të bardhë. Në enën për përzierje hedhim 450 ml shtalp. E rahim me mikser derisa të fitojmë kremin pana. Kremin e ftohur në tenxhere e rahim me mikser. Pandispanjën e nxjerrim nga tava dhe ja largojmë letrën. Lyejmë pandispanjën me marmalat kajsie. Pastaj e lyejmë me kremin pana. Në anën e rrallë të rendes, si përgrim 100 gram çokoladë për gatim. Me ndihmën e letrës e mbështjellim rolen. Rolen e lyejmë me kremin e çokoladës. Kremin pana të mbetur e mbushim në shiringën e kuzhinës dhe zbukurojmë rolen. Kajsit i presim në copë të holla. Nga copët e kajsisë bëjmë lule.
të cilat I vëmë sipër kremit pana. Qërojmë kivin. E presim në copë. Nga 2 copë kivi I vëmë pranë çdo lule të kaqësive. Presim role në copë. Dy copë I vendosim në pjatën për servirje. Me këtë ëmbëlsi rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund pijeni një filxhan kafe të shijshme. Ju bëftë mirë.